Përshëndetje të nderuar miq të Florida Shqiptare TV. Jemi këtu sonte si zakonisht në emisionin ton Zëri juaj, historia juaj dhe me një personazh mjaft simpatik, Jason Sulisufaj. Jason është ndër ato personazhe që do ta njohim gjithë së bashku. Do fillojmë edhe do ta pyesim edhe do t'ia nxjerrim gjithë historinë e jetës, historinë e familjes. Jason, të falenderoj që ishe pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. Faleminderit Dr. Kraja. Për kuriozitetin tim edhe për kuriozitetin e miqve tonë që na ndjekin, kush është Jasoni pak a shumë me fjalë? Ku ke ardhur? Çfarë ka ndodhur? Ke lind tu apo ke lind në Shqipëri? Po, faleminderit për ftesën edhe jam gëzuar që jemi mbledhur këtu sonte. Unë jam Jason Sulisufaj, jam lindur dhe rritur këtu në Amerikë, në Florida. Jeni lindur e rritur këtu dhe e flisni shqipen kaq perfekt? Se di për perfekt, për po. Po. Edhe këtu jam lindur në Florida, me origjinë jam shumë krenar për rrenjat shqiptar që kam. Aha, nga i ke rrenjat shqiptare, Jason? Të dyja, më duket edhe nanën dhe babën i ke nga Shqipëria. Po, babain e kam me origjinë prej Tropoja, mamin e kam në Përmeti për e shëritur në Berat. Okej. Jason, prindrit kanë ardhur këtu, janë me siguri duhet jenë arratisur, si kanë ardhur me fjalë, sepse mendoj që kanë ardhur shumë vite përpara. Po, babi im është arritisur ku ishte 16 vjeç. Në kohën e komunizëm, në vitin 62, ai ka kaluar kufirin në Kukësit, deri ku ishte arritur në Kosovë. Ka dentur pa kohë aty, ku kish gjetur mënyrën të arritiset, 2 herë, si herën e parë ka kap në kufi, edhe ajo kohë... E kapën edhe kthy, no? Ishte dënuar në burg. Oh. Po. Për herën e dytë ishte arritisur në burgun, deri ku kish arrit në Itali. Përsërit njëjtën rrugë nga Kosova, apo nuk shkoi mande nga Kosova, iku në krau tjetër? Ku ishte burgosur, ishte dënuar 25 vit burg në Belgrad, në Serbi. Wow. Po. Në çfarë vitesh ka ardhur baba këtu, 62-shin? 62-shi ishte arritisur dhe ka ardhur në Amerikë në 10 orë vitin 64. Pastaj këtu u njoft me mamin edhe u martuan, yes? Po, pas shumë vite. Mami ka ardhur këtu në vitin 93. Okej. Edhe pastaj janë martu. Ju jeni djalë i ri me fjalë, kështu që po jeni ndër biznesmen të ri të komunitetit shqiptar këtu edhe mjaft i suksesshëm, por para se të kapërcejm duke të pyet ty, jam shumë kurioz për me ditë diçka për babën. Unë babën tan e kam njoft personalisht ashtu sikur se duhet me thanë Ramedi pas shpirti me fjalë dhe ka qenë një njeri i mrekullueshëm, ka qenë një burr shumë fisnik. Gruaja ime e cila punon në spitalin e Largos, ka pas momente që ka nejtë shumë afër me babën tamë me fjalë. Gjatë momenteve të fundit thot ishte një ndër ato persona që e appreciate, e përgëzonte dhe falenderonte çdo infermiere, çdo pastruese që i hynte në zyre, kishte atë dëshirën, me fjalë nuk ishte pacient i bezdisur, po gjithmonë i jepte gjëra pozitive gjithë personelit të shërbimit. Edhe unë e kam njohur më afër në punën e tij, por do na tregosh një çik çfarë kanë punuar këtu prindërit. Kemi punuar babi ka punuar me restorantat, në fillim ka filluar në New York, tani ku ai ka ardhur ka filluar si pjatalarës. Sigurisht. Duke vazhduar ëndra amerikan, është rritur të menaxhoj disa restorantat, mbi 100 restorantat në gjithë Shtetet e Bashkuara. Për shumë vitet ishte me restorantat, me vonë e ka gjetur rrugën, ka ardhur këtu në Florida në vitin duket si në 91-92 ka ardhur në Florida. Edhe këtu ishte ka kryer një jetë tjetër, e ke parasysh ishte martuar ku ka rrezuar komunizëm, kishte vajtur në Shqipëri për herën e parë në vitin 92. Ajo kohë është takuar edhe është njohur me mamin. Ata janë fejuar, janë martuar, edhe mami ka ardhur këtu, e ke parasysh me bashkim familjar në vitin 93. 93. Po. Edhe pastaj hapën këtë biznesin e Floridës, apo ky ishte already i hapur, ky restoranti i madh që keni pas aty në Dallas? Në kjo kohë ishte shkëputur në restorantet, kishte një biznes tjetër duke
prodhuar këmishat, edhe në vitin 97 e ka hapur një restorant në Pinellas Park, Jesse's Family Restaurant. Yes. Po. Edhe me emrin tuaj. Po. Jason restorant u prish para disa kohësh, ç'a ndodhi? So neve kemi pasur restorantin për 23 vit, për kish ndodhur një goditje rufeja të ndërtesa, edhe ndërtesa ishte dëmtuar, so nuk ekziston me tani restorantin. Tokan e kemi, pronën e kemi akoma, për kish marrë një dëmtim i madh, edhe kështu ishte kryer punat. Arsyeja pse pyeta për restorantin që nuk ekziston është sepse pastaj atë si thuhet ajo adjustment Ashtu kam gjetë një karrierë tjetër. E bënë ti vetë restorantin apo ta bëni dikush tjetër e pastaj ti u fute kësaj karriere, se më duket ajo ka qenë pika e lidhjes që të ke filluar më. Jo, ishte rastësisht. Restorantin vet ishte, e ke parasysh, ajo fatkeqësi kishte ndodhur, për çdo gjë në ana ime ishte mirë. Për në ajo experience, kam bersa mik që ishin avokat, edhe në ajo kohë pash një oportunitet që hej, Florida kemi shumë hurakan, edhe to kompanijat të siguracionit s'kan qef për të paguar. Edhe prandaj thash, hej, është një oportunitet, merr një zanatëri, edhe kam filluar punën si public insurance adjuster në ajo kohë. Public insurance. Jason sigurisht që do e vendosim edhe numrin e telefonit, do e vendosim numrin e telefonit poshtë në titra me fjalë. Por me sa kam vure, keni mu shumë njerëz, sidomos gjatë periudhës së hurikanit që u godit Florida gati 3 vite rresht. Kjo pjesa jonë me fjalë, sepse jo Florida goditet çdo vit, po të kam pasur se ke punu deri në Naples, në Sarasota, në Fort Myers, në Clearwater, në St. Pete, everywhere. Krejt shtetin neve punojmë, po. E ke kriju një klientel bajagit mirë, kam përshtypje. Po. Do me na dhënë një shifër? Ato bëjnë lek thuj edhe ne bëjmë ato përqinjen tonë? No, I mean, neve shikoj, neve jemi këtu për të ndihmuar njerëz. E ke parasysh, ku kam filluar zanatan, unë pa shej, janë gjithë njerëz që kanë claim, inshuranca nuk po pagon, edhe duhet dikush kush të ndihmoj, si shumë njerëzat nuk dinë, hey, si funksionon inshuranca, ku inshuranca thot kaq, ta nuk dinë, hey, është një rrugë zgjedhje tjetër, të merr me shumë para. Ku të takon? Edhe bashkëshortja juaj është avokate, më duket, nga profesioni. Po, so, ku unë kam filluar public adjuster, si isha martuar, isha beqar, për rastësisht isha, lidhur me bashkëshorten, e ke parasysh, kjo isha avokat, me përpara ka punuar për kompanijat insurance. So, kjo e din, çdo llojerat mashtrimit që bën to kompanijat insurance, kjo e di. Edhe neve jemi martuar para 2 vite, kemi dhe tani 3 fëmijë bashkë. Keni me jetë. Faleminderit. Edhe faktikisht ku neve jemi martuar, unë e kam lënë zanatan, edhe saj e ka lënë, e ke parasysh kompanija që punonte, edhe ajo ka hap firmën ligjore vet, që unë punoj tani bashkë me saj. Me fjalë tash keni kompani avokatie? Po. Krevepër. Po. Edhe prap me njëjtën gjonat neve merremi, so firma është Sully & Martinez Law. Neve kemi disa zyra këtu në Florida, kemi total 4 avokat, edhe neve merremi me dëmtime personale, majtë të thuj ku njeri është linduar, edhe cilin nuk ishin faj, ose me dëmtimin ndërtesa që ka lidhje me kompanija inshuranca. So për shembull, hey, ti ke një shtëpi, vi hurakani dëmton shtëpi, ti bëj një claim, edhe mos e ti mendoj, hey, inshuranca nuk po të jep lekun tamam, neve vim aty falas, neve shikojmë ose ka mundësi, ose jo, edhe neve vetëm merrim një pagesë, ose neve fitojmë. Nëse bëhet diçka nga përqinja. Por kam dëgjuar se shumë shtëpi në Clearwater Beach kësaj radhe kishin shumë probleme, Jason. Po. Edhe nuk i ka paguar inshuranca dhe i zvarrit shumë, me fjalë, është e vërtet kjo punë? Është shumë e vërtet. Kish dalë një raport nga shteti, që është agjencia që
merret me inshuranca edhe 70% njerëza që kanë bërë claimin ishte mbyllur pa marrë asnjë set nga kompania insurance. So po, është shumë e vërtet. Jason, edhe një pyetje, kjo kompania jote e avokatisë, a merret me këto shoqatat non-profit ose Ishte shaka, nuk du të shikoj, firman tonë, se unë në Shqipëri është ndryshe, ku njeri është avokatje e ke parasysh ta merrin me çdo gjë. Firman tonë është shumë i specializuar, është shumë specializuar për të marret me kompanijat inshurancëve, siguracionet, e ke parasysh edhe me dëmtime personale. Neve nuk merremi me asnjë gjë tjetër ligjore, vetëm to dy anë, se neve jemi shumë fokusuar edhe jemi një firmë kryesore për to punët. Okej. Edhe një diçka tjetër, Jason, e flet shqipen, sinqerisht sigurisht me diksionin amerikan, por e flet shumë bukur. Pse çka ka ndodhur? Ku e ke mësuar? Na gjyshja. Ka qenë gjua e folur e shtëpisë, ka qenë. Po, në shtëpi, patjetër, po. Pra abetare është gjyshja. Po, është gjyshja. Po. Po i kërkove buk, do të kërku shqip, për ndryshe nuk ta jep. Patjetër. Nuk të merr vesh për vepër. Po. Jason, jeni edhe një pjesëmarrës në shumë aktivitete shqiptare këtu me fjalë dhe ke qenë nismëtar i shumë eventeve, njëra e tjetra. Vazhdoni të jeni prap aktivist me komunitetin apo qysh kur jeni baba jeni shkputi fije? Je shumë aktivist në komunitet, por në momentin që je baba je martuar dhe je me fëmijë tash nuk të del koha me dal mamë me komunitetin apo po to vitet e fundit valla jam shumë fokusuar te shtëpia, un kam edhe me punë. Unë vetë kam 3 kalamaj, 3 qika, 9 mosh, 3 vjeç. So, kam binjaka, që janë 2 vjeç gjysëm, edhe kam dhe një tjetër qik që është 15 muaj. 15 muaj. Po. Do e gjem djalin, pa tjetër, se Zoti e di. Zoti e di. Po. Zoti e di. Mama me çfarë merret Jason? So, që ku ka ndodhur kjo restorantit, tani nëna im ka ardhur këtu, ti e di, emigrant. Po. Në Shqipëri kishte shumë punë mirë, si infermiere, ishte shkolluar. Tani këtu në Amerikë nuk ka experience, veç duke punuar në restorant. Tani unë vetë kam marrë zanatin tjetër, neve kemi punuar bashkë, edhe unë thash, pse të lodhet mami? E ke parasysh, so mami me nuk punon. Neve jemi shumë e fat që kemi bërë sa investimet në real estate edhe neve jemi mirë edhe tani mami ri është full-time gjyshje edhe kënaqet. Full-time gjyshje thu nuk punon, po ajo që ka full-time gjyshje edhe madhomene se punon 6 tani punon edhe me shumë, po. Edhe overtime. Jason, kur ka qenë era fundi që keni qenë në Shqipëri? Ka sa vite, kam plan të shkoj prapë për, I don't think kam vajt mbas Covidit. Nuk të vajt mbas Covidit? Po. A keni njerëz tjerë në Shqipëri, xhaxhallar, daja ose njerëz tjerë? Kam sa kushëri, kam sa xhaxhaj, sa hallat, kam dhe një teze që është në Shqipëri për nana mamit, veç një teze është aty në Shqipëri, të gjithë tjetër kanë ardhur. Këtu në Amerikë, këtu në Florida. Nana babit kam me shumë familje, qarë, tani kam xhaxhaj të hallet që janë në Shqipëri, për me shumë janë, kushërit janë shpërndarë gjithë Evropë. Unë kisha fatin e madhe që t'isha në dasmën tuaj, mi fjalë kur mbartuat, faleminderit për ftesën që mbane, dhe mund të them pa frikë se ishte një ndër dasmat më të bukura që është zhvilluar në komunitetin tonë. Faleminderit. Okej, cilat janë projektet tuaja për të ardhmen? Tani e fjalë përveç atij projektit më të shtorë që do gjesh djalin, cilat janë projektet e punës. Po, për projektet e punës është firma tonë ligjore është akoma në rritje, është gjëra shumë bukur se ku kemi filluar para 2 vite, ishte veç bashkëshortën tim,
edhe unë kemi punuar vetë. Vitin e kalum ishte vitin e parë plot, si neve jemi hapur në tetor vitin 2023, kemi arrit të kemi non-staff, full time, 4 avokat, edhe akoma neve poshtojmë me shumë poziciona, duke rritur edhe duke shërber klientat. Mi fjalë, në qoftë se do t'i bëj një reklam vetes tane dhe firmës tane të kompanisë, cila është ajo që ti ofron më mirë se që ofrojnë amerikanët, për shembull? Sigurisht që kompania jote është me amerikan, po qa ofron ti më tepër për bashkëdetarët, përveç gjuhës që ti komunikon krejt shqip, edhe gruaja komunikon shqip, besoj, Po. Më fal, gruan nga e keni? Është prej Kosovës. Prej Kosovës. Po. Okej, kryevepër, shqiptare e Kosovës. Po. Okej, excellent. Çfarë pra përveç se gjuhës shqip që ju komunikoni, a ja ofroni diçka më tepër shqiptarëve, një advantage për shqiptarët, sigurisht që. Patjetër, për neve, konsultimi të firmën tonë gjithmonë është falas. Asnjëherë neve do kërkojmë klientin lek të flas me neve ose për ndonjë punë. Neve vetëm mënyrë çfarë do të bëhet një pagesë është mos se neve kemi fituar ti lek në fund. E ke parasysh, hajde thuj ti ke shtëpian e dëmtuar e çatis, po ti nuk je sigurt, me takon mua me shumë lek apo jo? Neve do shpenzojmë parat, të merrim me ekspertat, të çojmë të shtëpim, të bëjmë çdo gjë, edhe mos e nuk kemi mundësi të ndihmojmë, nuk chargjim asnjë gjë. Një lloj edhe me to aksidentet e makinës, mos e njeri është linduar, neve bëjmë gjithë investigimin ashtu, merrim gjithë ekspertat, asnjëherë klienti do të pagoj asnjë cent para si të Merren edhe me aksidente makinave. Po. Okej. Po. Jason, tash pronar nga mënyra si është, kush është ti apo nusja, apo e keni të dy bashkë kompaninë? Nusja është pronar. Pronar. Se unë vetë nuk kam bërë shkollën e avokat. Nusja ka, është avokatje, ajo ka bërë shkollë, ajo është pronare. Edhe te kompania ime Nusja është pronare, kështu që. Po. Pyes për Nusën. Nusja the ka ardhur nga Kosova, ka ardhur si refugjate këtu? Po. Ka ardhur që kohën e luftës si refugjat ku ishte 7 vjeç në vitin 97. Okej, edhe pastaj vazhdoi shkollën këtu. Po, ka vazhduar shkollën këtu, edhe unë nuk e thuaj që është nusja im, për vërtet është shumë i shkatët. Ajo ka kaluar disa gradët në shkollë, ka bërë shkollën shpejt, ishte 21 vjeç, ku ka marrë diplomën në law school, edhe është bërë avokat. Avokatje. Moshë 21 vjeç. 21 vjeç, po. Shaleu tash pas ka eksperiencë. Po. Mbi 13 vit eksperiencë, po. 13 vite eksperiencë. Po. Jason, pyetja që desha me të bëj ishte që kompania juaj funksionon vetëm këtu në zonën e Pinellas, në Cook County, St. Pete, Tampa etj, apo punoni në gjithë Florida, sepse është me interes ndoshta edhe për gjithë bashkëdhetarët tanë, kemi në Jacksonville, kemi në Fort Lauderdale, Naples, everywhere, nuk e dia kanë kompani të tilla andaj me fjalë. Po, firman tonë neve kemi klientët në gati çdo vend i Floridas, neve përfshin Naples, Miami, Jacksonville, Tallahassee, kur do të jetë, neve mundën të ndihmojmë. Do nxjerrësh në sekret profesional, mundesh me nxjerr pa e nuk është problem. Cili është ai klient që i ke dhënë sasinë më të madhe të lekut nga adjustment që i ke bërë edhe nga fitimet që ka marrë prej kompanisë tuaj? Mi fjalë jo emrin, vetëm shumën. Po, varet. Për shembull, kishim njërin që ai kishte vajtë një klub nate, ai ishte goditur me grusht një herë, kishte rëzuar atë në tokë. Ishte vajtur në doktorin ashtu, ai ka marrë $375,000. Tani varet. Çdo case është ndryshe, neve nuk mundëm të garantojmë ndonjë sukses. Për këto dëmtimi hurikan, kisha një kish në Marco Island, ku neve kemi fituar $1.1 milion. Wow. Edhe gjithmonë. Kjo nuk është se po i bën reklam që ne të shkojmë në klub natë, të hajmë në grusht. Jo, dhe të marrim në lek. Për neve çdo gjë e ke parasysh dëmtime personale, patjetër aksident me makinat varet, se tu në Florida
është njëherë do të shikosh tjetri kush ishte me faj, ka një insurance apo jo. Se makina jot mund të jetë soptuar, ti e dëmtuar ke vajt në spital, por mos e ai nuk ka insurance, edhe ti nuk ke uninsured motorist coverage, që është ajo insurance që të bulon ti, mos e tjetëri nuk ka insurance, ti nuk fiton asgjë. E ke parasysh, ose ti mundesh të ke insurance shumë i mirë, por mos e ti nuk je dëmtuar, e ke parasysh, nuk është si ke për të fituar shumë. Çdo gjë e ke parasysh varet. Prandaj unë gjithmonë thot, mos e ti mendon ke një case apo jo, merr neve në telefon edhe gjithmonë kemi konsultimin falas. Okej, excellent. Është mirë me ditë me fjalë sepse njerëzit këtu Florida gjithmonë kanë këto takimet me makina dhe fërkimet e tjera të ndryshme me fjalë. Po. Ja, krevepër. Excellent. Po. Jason, atëherë edhe një pyetje tjetër. Jetoni vetëm këtu në Florida, nuk është se keni lëviz në një shtet tjetër të Amerikës me punë? Jo, me punë këtu në Tampa, në Florida, ke parasysh, për qef kemi shëtitur në disa vendat. Për qef, kush ka qenë më shumë në Amerikë? Në Amerikë, për zotin prap, Florida është vendi më bukur. Florida është Unë thuj, neve jetojmë në paradise. I mean, kam qef, mos e unë do të me relax, me pushime, Key West, kam shumë qef. Key West është bukur. Po, Key West. Për fare, shteti neve bukur, I mean, edhe të shkosh në Clearwater Beach, gjithë to plazhat, këtu jemi në paradise. Në Europë ke qenë? Po kam qenë. Kush të pëlqen atje apo? Portugal. Portugal. Është Portugal. Po e ke parasysh Brexit-in atë është. Nuk du me të pyet për ushqimet sepse ti je nga ato persona që gatunin shtëpimi, fjalë apo jo, i rrit me gatimet e shtëpisë apo me të restorantit, me çfarë? Pak ashtu në atë dyja. Pak ashtu në atë dyja. E kupton diferencën ndërmjet gatimeve shqiptare e gatimeve amerikane, po? Patjetër. Cilat pëlqejnë? I mean, ushqime tradicionale shqiptare s'ka më mirë. Janë më mirë. Po. Edhe në Shqipëri kanë bërë përparime të mëdha me kulinarin, me fjalë kanë bërë restorante, kanë bërë gatuin në mënyrën më ekselente, me fjalë se kanë bashkuar traditën shqiptare me traditat e modernimit ku kanë qenë me fjalë. Edhe gatuin jashtëzakonisht mirë, edhe shumë kualitative si ushqime. Po. Shumë kualitative. Tash kur shkosh herën tjetër kur kismet bësh gati me shku në Shqipëri. Tani është pak vështirë si ku jeme, tani u mendoj, hey, me 3 qikat e vogël, njëherë çfarë makinë do duhet, e ke parasysh me 3 car seat, ku ka makinë kaq madhe aty në Evropë. Se këtu kemi, Yukon XL Denali, aty, I don't know. Duhet të lëvizim me një fugon. Okej, Jason, të falenderoj shumë që ishte pjesë e këtij emisioni. Kjo ishte ndoshta intervista e parë që ishim bashkë. Un kam plan që me kamerën e Florida Shqiptare TV të vi edhe në zyre, të flasim ndoshta një çik më afër edhe me zonjën tuaj edhe të krijoj një imazh pak më të mirë për kompaninë që keni. Edhe pak më tepër informacion për njerëzit që sepse janë gjëra interesante. Me të vërtetë unë nuk e kam ditë për shembull që ti ke këtë lloj kompanie. Po. Unë ala isha i fiksuar se je public adjustment. Sot e mora vesh që këtë. Kështu që na bëni mirë këtë bisedë që edhe u njohemi çik bashkë. Patjetër. Falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij emisioni edhe shpresoj që do takohemi përsëri në të ardhmen. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. A keni diçka më thanë shikuesve? Shqiptarëve në përgjithësi. Po, ju falenderoj edhe mos e prap keni do një pyetje ligjore, gjithmonë firmën tonë jemi këtu për të ndihmuar. Faleminderit Jason, faleminderit. Hajde, gjithë të mirat. Ma kthete kam. Atëherë, të nderuar miq, kjo ishte intervista e sotshme me Jasonin. Shpresoj që do ta kemi përsëri në studion ton. Ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë dhe miru takofshim. Faleminderit.